Hiç mos me po, kisha pranuar me nejt mrena mshel. Veç që këto nipa, ta kishin pas një shtëpi një kulëm, ta di që i lon me një kulëm të sigurt pa pik pa sen. Jam Safije Kalisi, ka fshati se qisht. Jetojnë atë 6 antar të familjes. Unë burri, djali me nusën edhe 2 nipa i kena. Ujna me një rrok 300 euro. S'mund t'jena të dëtë ki pjona o zavën e sytë. Jam bo 2 era operaci prej syve. Qështo, me një shtëpi 2 vjetër që 60 vjetë kur na i kalon baba i burrit tem. Po e shtirë është se jena me nipa, po më smuën, po ka lagë. Shtirë e kena, e din edhe vetë, o bo jeta e shtrejtë. Qështo? Edhe për mu bolla problem, po ma shumë, po më dhimët nusja. Pse si ka kushtet që kur i kanë gratë e qire. Kjo pak ma ere, unë sa do këdo e kom kry në ashtë atë jetën të ime. Kjo po më dhimët ma shumë. Qështo? Për gazeti. Dëshira ime me e madhja një shpita kisha pas për që gjallë, që tërsa s'duket jetë. Sa s'du, as du paure, as du kërë veç një shpi, 2 dhoma, një kupatil, e di që ka një shpi 3, një kolëm 3, që tërsa s'duket jetë. Bolë që të si ti kanë ma shumë shnashnë t'jenë, që kja kryesorja. Me sy si kanë fort punë të mirë, po me ka përcy. Djeri me sa ka liftan. Për me angër me pija pedi që ish po ka përcej me vëllaj për që të një djallë na ka një shkollë shqyqër për i Zotit, edhe i pi do kushtet e vejta. Qështo? Sa me për një nauna a bolë, po që tash ka me ba. Kur s'mërin, s'mërin. Fëmija si fëmi të sodit. Po shojnë, po lakmojnë, hajtë me naunën, hajtë se babi të blinesër, hajtë se... Qështo ti ma shtëro? Jam Ramadan Kalisi nga fshati se qisht komuna e Kaçanik, Hanit e Lezët. Nena t'interesum, kena nevoj për një shpi, se kjo shpi ka mbi 60 vite. E ta shkabje jashtë, në tavan, ose e zënë të pikue mrena në përsova, vëllak ka, me një rok, 300 euro, do social e marrë me na, se mu jam i smut, prej u nazave dhe në lukës, jam e operum. Ta është edhe shqiqimin e kum hup në sinin e gjastë, nuk po shohet. Kumet mrena. Edhe kam nevoj për një shpi, nëse ka mundësi. Tash, ju e sheni të arseshme, shumë ranë o jeta. Që këto thmit e djallit, zemrën për na i kallin. Se po smuan, po duhet mi quna për mjek. Ketë mjek, thot shkosh privat, një shku me privat, në 50 euro nuk të liran. Që kjo jeta, tash pajtona edhe me këtë jetë, se tash këto janë sprovat Zotit. Nuk janë prej njerit, po tash prap të Zotit kam. Jetë e ime akon gjithmonë e jetë 64 vite, prej 17 vjetë. Unë në bonar, të grobu, të nëzirë ujna, pusa ju i thinë në tonë. E ne i kënina i thinë në bonar. Ku puno vetëm në për bonar edhe në për kanale që ka pas nevoj. Tash dërë teknika, mundër prej puna, jo i smut, operacione,
në Lokë, në Korrez prej unazave, tash edhe sini mu ka ndërprej gjati. Nuk jem të pasan, ku me që të shpe, tash ju e sheni të arseshme se nuk shtin jetë mo me zarë, jeta ka ardhë. Por fundimi jetës, teme edhe të kësi grës tem, po tash ka, kisha pas dëshirë një shpi sa do pak, që këto nipat ishin një strem të mirë. Po kjo jetë ku njerë nuk më ka kalua mu me se në qka ka nevoj njeri me ka një qetë. Këtë me brenga 64 vite, këtë brenga kum pas. Asë njëherë nuk jam ka një minut i knaqët. Se dilësha në 6 ora prej shpis, visha nan të punu në bunar. U paralizova njëherë në bunar. Mase u shërova deshi zoti, prapë mase fillu në nazat, jo me dru, kina bajt, kina qu shkop, një kërë dru, 1 metrë dru e kina shit, po du me thonë, hajde 20 era, sodit. Vesh mi u pun një kafshat bukas, fmive, se pa ta orna, pa kur gjo, se baba mu më ka dek herët. E nona akon, po atër në të kos ka pas penzion e sen. Kjo është jeta. Tash për momentin unë e kam dëshiren hiq mës me po, kisha pranuar me net mrena më shel. Veç që këto nipa, ta kishin pas një shpi një kullëm, ta di që i lon, me një kullëm të sigurt pa pik pa sen. Që kjo është dëshira me modhe. Ki burë ka bo shumë. Halal i qoftë, i shkon për këtë popull, halal i qoftë edhe këti populli. Se shumë kishin pas, shumë kanë kontribu për këtë vend, po Zoti i shpërblet me këtë mirat e Zotit.